Sonte sigurisht do të diskutojmë për atë që ka për 10 ditësh që është në qendër të vëmendjes jo vetëm të Shqipërisë, por edhe mediave ndërkombëtare. Sigurisht shqiptarët kanë 1000 arsye për të ngritur protesta, sepse arroganca e pushtetit, korrupsioni, shfaqja e vanitozitetit të korrupsionit të njerëzve, sepse Shqipëria është e vogël, e kemi thënë 100 herë, por në anën tjetër, mlefi i përkthyer në një gjuhë urrëtie, ignorancë, nuk sjell asnjë gjë të mirë. Edhe këtë e kemi të mësuar dhe nga historia, nga ato revolucionet e famshme, prihen koka, por nuk ndërtohet shteti. Dhe ne shqiptarët këtë e kemi vuajtur historikisht ky për riformimin e shtetit shqiptar, që të jemi të sinqert. Ne akoma nuk kemi ngritur një shtet funksional, një shtet me institucione të forta që i shërbejnë shtetit dhe shtetin e së drejtës. Dhe po sillemi në të njëjtën rreth vicioz dhe këto 35 vjet e fundit. A do të ndryshojë kjo protestë këtë gjendje? A ishte e nevojshme kjo protestë? A duhen investimet e huaja? A është kjo protestë për të ruajtur ambientin dhe për të ruajtur natyrën?